Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni gjetur kohë sot të jeni këtu me ne në trajtimin e radhës si pjesë e historive gojore që i realizojnë në Qendrën e Dokumentimit, e cila është pjesë e programeve më të gjëra që realizon Fondi për Drejtën Humanitare Kosovë dhe që ka në fokus ballafaqimin me të kaluarën. Her pas here, si pjesë e kësaj serie, ne ftojmë persona të ndryshëm të fushave të ndryshme të veprimit, të cilët si rjedhoj edhe eksperiencës tyre edhe e profesionit ndoshta, kanë qenë protagonist si për arsye personale apo për arsye profesionale të eventeve apo rrethanave gjatë kohës së luftës në Kosovë. Unë do doja me njëherë të prezentoja zotin Fadil Drakaj, i cili është i ftuari jonë i radhës për këtë seri të historive gojore. Ndoshta shumë prej jush e njohin Fadilin si themeluesi i Hanit të dy Robertëve, hapësirë kjo që ka qenë, mund të themi, një vend rezistence për artin dhe kulturën gjatë viteve 90 në Kosovë, por edhe më gjerë. Sot Fadili me ne do të ndaj një rezistencë, një rrëfim rezistence që shkon përtej asaj kulturore dhe artistike, dhe që është një rezistencë ndoshta më personale dhe që buron nga një vizion shumë i qartë edhe i lirisë edhe i të ardhmes ndoshta. Fadil, spari unë do doja ndoshta të fillojmë me këtë bisedë duke kujtuar fëmijërinë, si ka qenë fëmijëria juaj, çfarë kujtoni nga ajo kohë, si ka qenë marrëdhënia me prindrit? Unë e ko pas fatun e ko pas fëminin shumë të mirë edhe të bukur, e maj mesin, të mirë edhe të bukur. Kom jetu një qytez, një ko i thëshin Katun, po qyteza, unë kom lje Mitrovic, veç kom lje Mitrovic, më ndaj kom jetu 7 vjetë në Skenderaj. Kështu që kom kujtime edhe maj men, kur i kom pas 3 vjetë, maj men. Jo që jem fort i mes, që po ndoshta, që e mira më kam shti me i majt men. Fëminin e kom kalu në qatë qytet vogël, shkurt po e përshfuj. Në qatë kohë Skenderaj e ka pas bazenin, vitën po foli 61-62. Qendër Skenderajt ka qenë bazeni e moj men. Ka qenë një kop shumë i madhë, Murtezi ka pas endin, njeriu që ju kujdes për kopsht afër lumit, dikun ndoshta 4-5 kilometra ka moj men ato ernat e një trup, një moll, një pjeshk, edhe një dardh, një trup o shtrit. E moj men edhe kineman, edhe filmin e parë, cilën e kom pa është me shitja e lulljeve të 4, qashtu. Po, e Vjollcave. E Vjollcave, okej. Aty në kinema ka pas, për foli viteve 60, 61, 2-3, ka qenë, ja moj menem, e ka pas Laja Shokun Hungarez. Ma ndaj moj men që një boti italian cili mas luftës dytë botnore ka me të Skenderaj aty u martu, edhe e kona automekanik edhe një farloj inxhinjeri, edhe e bën një hidrocentral të vogël me turbina, edhe kretë Skenderaj ka pas, ka një poqe për mu ndryqu. Kur unë dalë ke rryma, Skenderaj ka pas rrymë 6 Moj men edhe shumë detalje, po pavarësisht që kjo është fëminia jem, ka 100 personazhe të cilat i moj men, po mos hupim kohë me asi. Edhe veç një detalj vogël e kisha të cek, kur janë nisi mandej me folë qëfar ambis që njetë kom pas, me gjithë se jom kon shumë i ri, klasën e pare kom kry në Skenderaj. Edhe moj men ditën kur jom kon shumë i marsh. Edhe kur ka i mësusja, unë e kom gjerë para se me i mësusja abetaren me mu bo gati për mësimin e rallës, edhe kur ka i mësusja, unë e pritu të shumë shpejt nërçante kom qitë abetaren. Mësusja janë nisë me folja, që edhe gjerë një abetaret, unë e qeli qantën së është abetarja, kur të karamen që duhet nërçante kom shti, lyp në qantë së është. Edhe di që më ka që shpi shko mera abetare shpi, unë e i shpi, qatë momente, qatë ditë e kom pas datlidjen, edhe prim, ma kam blerë një aparat, fotoaparat,
për dalindje. Kur hina e posh, sa u tuta edhe e pata një stres të madhë prej asaj që më ka qitë mësusja prej asi, qa që u gëzova, pra mërena gjysore, dy sene, edhe ko majtë shumë mirë, mas në me atë aparat, ko bo fotografi, kështu, jo profesionale, jo që e kom pas 7-6 vjetë, po kom shumë foto edhe sot më kam shtu, po ndoshta një 100 foto qasaj kohë. Që është për mos me hi në detaljet vogla, po që jom koni bukur, kur jom koni i vogël. Doja të pyesja edhe për vitet e studimit, veçanërisht në Sarajevo. Çfarë ju ka lënë përshtypje për kohën? Me thënë, edhe a keni bërë juve krahasime për gjendjen e Kosovës, edhe të një vendi tjetër si Sarajeva, edhe pastaj kur keni ardhur me çfarë idesh të tjera keni ardhur? Po, Prishtina besëm që nuk ka pas shumë dallim prej Sarajevës. Sarajeva ka qenë një qendër për rock and roll, për kultura si të rockut. Ka pas shumë kafiteri, edhe të rritë kanë pas ku me dalë. Prishtina ka pas djemët edhe vajza, po thomë, jo veç të messhëm, po edhe kanë ditë edhe medalje edhe në qatë kohë kur o konë kohë. Do shta kohë pa kohë, që s'kena mujtë bashkë qashtu që s'kena deshtë, veç nuk o konë dalimi, pos klimës, shumë e ngjashme është me Prishtinë. Sarajeva ka pas qato kafiterit, Sarajeva ka pas edhe teatrin e zhvilluar, sidomos do teatret vogla, dhe kamerni teatr, mandej gazetat i ka pas asi, cilat jom përcjell. Unë fillimisht kur kom shku asi, kom shku me studiu shkencët politike, po një kujshike e jam ja përballë. Kur lisë ka thonë, qa bo të vynë, ndrohet regjimi edhe çka bon me atë fakultet. Kjo konë 75, ku ka thonë. S'ku mujtë me asë kom pas qartë që po më folja. E mandej ndrova diçka në organizim punës edhe studiova atje, po e hupa vitin e para. Hupa vitin e parë, jo që s'kom ditë me asë, po jo banu s'kom shku në provim. E mandej jom këthy në Prishtinë edhe me njëre kom hapë, sen e parë që e kom hapë kafeterin me një shok teme nësi, pra atje ka pas 200 kafiqe, këtu asni. Doja të kthehesha pak në një fushë tjetër, se juve gjatë veprimtarisë, me thënë deri tanishme, keni ndoshta pak kemi edhe ndryshime profesionesh. Edhe doja të kthehesha pak te roli i producentit që keni pasur në fabrikën e kasetave. Edhe a mund të tregoni pak si ka qenë prodhimi, realizimi, lloji i muzikës, përzgjedhja, sepse edhe studentët sot ndoshta nuk e kanë idenë e asaj lloj teknologjie. Po që unë si fillimisht kur kom vendos me him puna, si edhe me studiu ka dalë, mandej veç e hupa renin. Jom pranu si gazetar, po nuk shova as një ditë, po ta qep me shku në realizim, pra. Me gjiru me asi, në Radio Televizion Prishtinë. Su pranova Bank Ljubljanës atër, ku roga 5 sere ma e mëdhe se në radio, po e refuzova ato dhe ja nisa me punu. Kom dru shumë vendet punës. Kom qenë tonist, gjirus, organizator, në fund. Kur u hap fabrika kasetave, që aty kena kalu asi, 23 vetje në konë që sot e më e menë. Edhe teknologjia për qatë kohë o konë më e avansume. Shpi tjera diskografike të ishë Jugoslavisë, na s'kena pas prodhim LP-s, vetëm kasetë. Edhe teknologjia o konë e përsosë, për qatë kohë. I kena pas ati pajisë që tash mos t'i përmende, u konë me GBL, u konë me Sansui, me Nakamichi, që ashtu thjeshin, ato janë firma që edhe sot ekzistojnë. Edhe fabrika fillimisht i ka pas me njerë 3-5 zhandre. Zhandri i titulleshin me nomenklaturë. Nishi o konë folklori, 2 o konë populare, 3 o konë kleta shqipe, 4 o konë pak ma serioze dhe rock and roll o konë e 5. E në qatë kohë për me bo, ose o konë shumë shtirë për shkak teksteve,
sidomos te folklore dhe te rock and rolli, u konë shumë problem, se u konë këshilli programorit, cili i verifikoj ke tekstet, jep ke lejen për me anis me botu dishka. Për me botu rock and rolli, na e shqitëshim një pjesë të folklorit që shkoj ke kanë 20-30.000 shkurt e fezë, për shembull 3-40.000, u shqit Sinani, Vllas Aliu, 3-40.000, qatë diferencë të fitimit të madh, na e suportojshim rock and rollin, se aty ju konë tirazhet dhe 1.000, 2.000. E mandej u konë shumë problem në atë kohë me punu. Tër ka qenë Severin Kajtazi drejtor, redaktori u konë Medi Bari, Gjergj Kalqinari, në një zyre në konë kolektivi vogël. Po problemi u konë të tekst. Kena desh tekstet Shqipnis, zakonisht në fillim i kena marrë do konë për Shqipnis. Edhe ku përmend për shembull flamuri, na kena zavendësu me shamia. Kur u përmend Shqipnia, na i kena thonë malsia. I kena ndru tekstet, ato kanë kalu në këshill programor, po njerëz që kanë ditë e kanë mujt me ditë për cilën kong është fjale, për qysha si qysh o realizuaj program ka shku kështu. Po jo për regjimin, me thënë nuk kanë arritur ta kuptojnë. Ka pas asi, s'po i përmendit tashem, u konë Rabie Bajrami edhe Rifat Kukajt, që e kanë ditë, po kanë shukat, s'kanë folë. Se edhe ata kanë qenë edhe ata në këshill programor, po nuk kanë reagu. Po, për arsye Po, se kuptohet. ju mbo që s'po di. Një epizod shumë interesant, më tregove erën e kalume, të korit të burrave të Gjakovës, që keni incizu himnin e flamurit. Kjo është masi që o ndërpreve. Na 89 na qitëm prej punës. Edhe unë mandej e vazhdoj si me kafeteri të Hanit, po njëjtë e konë 90-91 me Dibajrin, Rauf Dhomin dhe Zhanit Cikun, e bojmë një kësi, se në atë kohë që kanë ditë fjallët e himnit. Ty e ndikun 10 kongë adhetare, edhe na vendosëm me i bo, me korin e burrave të Gjakovës, me i bo kasetën për himnin e flamurit. Edhe incizimi u bo në Tiranë. është bo si pa ditë me gjime kalu kufinin, me bo një muj ditë u kry atje edhe botimi është kry këtu në Shqipni, kur ka arë punat e botimi, atër s'm ka përkra kërkush, se unë me mjetet mija edhe do shokve se e kena bo ato, po ato s'u kryin edhe kështu që unë qatë botim halja e kom shpi. Veç Arbën Gjaferit jep ata që për do shkolla me asi, se intenca u konë për shkolla me i që me lëshu ato edhe me u asi, me mësu, si është me mësu tekstin e me mësu asi. E mandi, puna vazhdon me Han atër. Po, kthehemi te Hani. Fillimisht në cilin vit u krijua edhe themeluesët e parë? Po, Hani është themelu 89. Atër, metëm pa punë edhe une e mora një lokal me qira, në Kurezë, tunella. Këtu afër. Këtu afër është thonë. Edhe në atë kohë, unë kom pas shumë miqë, po mi gjenin e kom pas pak mi gjenë Kelmendin. Pak ma jaran, e kom pas. Vendosi me shku jashtë. Bo gati i murë biletat me shku jashtë, unë i thash mos, qa po dhe me shku jashtë, po kështu, krizë, s'ka punë, thash unë e ku marrë një lokale edhe po i po i qelim bashkë. Po tha unë zdi me punu, po thash e ti që zdin. Thash unë e kom pak eksperiencë, po tha edhe me pare se më kurqysh, po thash si unë, edhe unë s'kom shumë pare, po e bojnë diqysh. Edhe e hapëm. Fillimisht e kom hapë, diku ndoshta një vjetë kena qenë bashkë. Mandej partnerin tjetër e kom që aty që 36 vjetë,
Meritën. Me meritën kom vazhdu asi. E në Kurez, e kena hape edhe me qëllim të mirë me egzistu njerë. Mandej ajo ja nisi me njerë mu shëndru prej 30 kafiqeve në Kurez, në dishka pak ma tjetër. Na i hoqem viskit e rakijat e i vendosem librën. I vendosem edhe plakatat, bile me di sot. E moj me Nën Terezën, kur e kena qitë asi, e kena qitë Kosova Mon Amour, që një mikion e faj Krasni që e pat. Qitë atë rokon shumë risk me qitë ato. Edhe kena pas në sfond, pra mrapa shankut, ka pas libra edhe ka pas plakata. Edhe flamurin Amerikës, mu se haroj, atëre pa të vendos, flamurin Amerikës, baja ki probleme kena pas, po e kekshëm e qitëshëm, edhe problemi u konë të e honi dy Roberta. Ata marrë një 2-3 dënime, që më shtishin me shku Qirillicë. Okay. Edhe nuk e bëjsha atë punë, mandej, ja e kom pagu, një e kom pagu, ato tjera si kom pagu, si dënimet që mi ka dhënë. Po. Një e kom rrujt, e kom halan shpi. Cilët libra keni pas aty? Po janë konkret botimet e rilindjes që atë kohë, se rilindja e u mbyll, dhe shmimet janë konë atë bajagit, shmimet dalta, janë konë doj enciklopedi, mund e tash detalje s'po më kujtohen, veç na pas marrë një 100 herë ma lirë. Një mikioni na dha. Tha që to kanë me shku huq, ma mirë merreni ju edhe shitni. Edhe na i shitshim edhe birat edhe librat. Kur u pike dikush pak për marrë që ty, kur shkon shpe, bleke një libër që bëj kësa një birë. Kështu që i s'ka ongër daja në shpe. Këtu, po mendoj ndoshta edhe kjo e librave, pak fare, ndoshta është fut në këtë vizionin, se a e keni menduar juve që në fillim, që kur është hapur hani, që do ishte ndryshe nga kafeteritë e tjera, nuk do ishte diçka si ngjashëm me kafeteritë që ishin atë kohë në Prishtinë, edhe a e keni menduar ndonjëherë që do shndërrohej në atë simbol rezistence që është sot? A ka qenë vizioni? Fillimisht na ja kena nisë për ekzistencë. Po me njerë me inercion, se mi gjeni ka punu në televizion, misht tonë janë konkret gati artistat, edhe gazetar, ndë aty janë nisin me ardhë dhe që aty janë nisin një farë rezistencë e vogël, fotografëve, të piktorëve, asë janë nisin me bëndëm ekspozitën. Ekspozita e parë ka qenë Nejat Krasniqit, Nekrë. Ekspozita në 40 metra katror, ku kanë qenë sot, kom atë foto, 5 akademikë të sodit, të Kosovës kanë qenë aty. Edhe njëri për akademikëve e hapë ekspozitën e Nekrës. Edhe mandej në shumë shkurt kena në Nërkuris. Jo shkurt, po ndajte, ma që mandej e ndru vendin të Santeja. E të Santeja kena pas shumë qartë që kena me. Edhe aty janë isha i zhvillimi me ekspozita, me organizimin të promovimit filmit, librit, monodrames, edhe masi mos foli edhe mësimet janë majtë në hanë të akademisë të arteve, të aktërimit, edhe disa fakultete më lidhe kam pas, si e bujësisë për shembull 2 herë në mujtë kanë qenë aty. Që kjo është përvërsisht shumë pak për me, ka shumë detalje. Për treguar. Shumë detalje ka, po nuk po di që kisha veçu. Pastaj që ka qenë fillimi ku kena pas qartë që kena me bo pas ekspozitave. Po mandej u bo, hani u shëndru në një vend si qendër informative. Se Grandi ka qenë në qatë kohë, po na me do mitë qësi, i tërkekëm edhe ata krejt gati 90% erdhen në hanë. Edhe në hanë janë majtë takimet, sidomos me ambasador, edhe me njerëz të politikës që kanë përcjellë qatë kohë Kosovën. Mandej reporter të luftës,
edhe aty shkëmbimet jo bona i kena pas atëherë internetin, edhe krejt lajmet kanë shku për ati internetit, asi, po fati që s'na kanë gutë skurriq është që nemën një sërbit ka qenë telefon edhe lokali o kondi tina me qera që e kom pas. Edhe se ka kontrolu kërkush. Po edhe të kish kontrolu, tash të dje e kanë kontrolu ajo, po lajmet kanë shku pa pik problemet, se u konë e lidhën me telefon atëherë internetit. Po. E kështu që shumë lajme ka shku prej hanet aty. Pak kanë shkruajt shumë letë si edhe kanë botu, po une, tash s'po dje e kanë ditë se kanë ditë, Merita edhe une. Merita folë ma mirë anglisone, po une me marrë vesh marrë. Edhe kështu që na e dishim kur shkuj ke keq diçka, une pak e animojsha si deri sa e bisha te qatë gazetarët e vërteta. Kur ka shku keq diçka e këmë thonë, nuk o kështu, po shtu, adin nuk e ka qu bash qatë lejmë, se s'ka ditë që une e kom lexu qatë. Po. E mbaj mend që më ke tregu një rast me një përkthyse, e cila erdhi e frustruar sepse e kuptoi që gazetari në fjalë po kërkonte terrorist. Kjo ka qenë mirë në fillim, 95-6, është një mikesha jonë e përbashkët, edhe e Vjosës, është edhe Meritës. Edhe ajo vjen asi që qështi me një farë tensioni aty. Edhe ullë me qatë gazetari New York Times të ka qenë. Dhe qysh kalohën të rëndë, se zakonisht unë i kom pas krejt edhe miqë edhe falqën qysh kalohën se u konë shumë stres me shku në teren e mu këthyje me zakonisht atërën shumë tunë t'ju ben sheqeri edhe mos me hongër shumë shpejt, jonë si mas terenit kur kanë shku. Po në problem mos me uqit ushimin shumë shpejt, po ne se krytën ushimin dhe shumë i buqej. Ajme, Amerikoni thash që di, thanë që të kota me pas, na kena pas edhe tash po kuzhinën shumë të mirë pas kësaj pjesë edhe, po e vesët shoqen te me qysh kalove, tha jo bre, mirë, po kë ka orë tha me lip terrorista ndërnis. Edhe tash me stres, po më ka të zonë, tash s'ko gajë, ma mirë, është edhe unë e marrë një shishe vend, zakonisht e qes vizit karte, edhe a i ketu u qu, unë mu i thomë që një shishe vend kur shkon në Amerikë, New York, e pinë që të shishe vend për një terroristi dërnicës. A e me tha, që është terroristi dërnicës? Thash, unë jam dërnicak me përjardhe, po ti mos i po i qunë terroristat në dërnicë, edhe unë jam dërnicak, edhe unë jam terrorist. E po e këshyrat shoqin tema e tha, u skuq që e tha qysh, i the unë e su mërgjita, fort që u i dhu ajo, po unë e arrita qëllimin. Po tha unë e se komendu ashtu, unë e tha, a bon mu ullë me folë me vazhdu dhe një, thash, po mëre ullë, dhe najte me dhe një gjysora një orë, e ndroje e kretët. Se detaljet i ka marrë dëgatshme. Edhe shumë pak e ka përpunu, edhe ka hi, edhe ka dalë, kështu që e ka marrë një përshtypje që o kom bombastike, ndoshta tema me lyp terrorista, ndoshta honorari ka qenë ma i naltë, se sa me qenë ndryshe, s'po di veç, a e ka ndru tekst. Ose thjesht para gjykimit. Para gjykim, bash s'kisha thonë, po edhe ka pas ndoshta pak para gjykim, po unë e mandej e kom marrë vesh që sa është lami ma bombastik që është tarifa shkoj ke manaltë. Se ato jënë pagu një artikull ka shku prej 2-3.000 dhe në 3-14.000. A unë që u pagusha për internet kur gjithë qështu, qështu e kom marrë vesh për tarifat e një artikullit mirë. Tha unë e marrë një 20.000 marka që tash, ti s'po do me i marrë 20-30 marka për internet. Tha shumë s'do me i marrë. Që kom marrë kërkujnë edhe që kom marrë, po në gjithë se që i pagushim telefon të 5.000-6.000. Në mujtë. Po unë i vdova balë për ndurë. Jo, akoma. Ndoshta mund të ndajmë pak edhe diçka nga ekspozitat edhe nga personalitetet që kanë qenë pjesë e përditshme e Hanit, e mbledhjeve. Po zakonisht Hani në fillim, se unë as një parti kur s'kom qenë. Unë e di ku ne e kom qitë votat, gjithasi unë e kom përkrahë. Por veti e kom di qka asi, po unë e qëmë përzi për të politikë edhe sot asë e ditë e jo. Kom pas të regu, ju më konë në ushtri një 2 muj
komunist, s'kam pas qare në 81, nuk kon, kam pranu edhe kur jam kthy, mas 2 muajve më kanë qitë, për se që më shku as një mbledhje. Tash, zakonisht kur veç në cilën partije, qyshe ja po vjen këtu, thash unë se ndroj partinë, jam kon komunist edhe ku du me veç. E kështu ka frekuentu të ani, kam frekuentu strukturat ndryshme. Unë i ndoj me disa bloqe kulturës, pra ta këtrimit, pikturës, diplomacisë, diplomat ka qenë, shumë diplomat ka qenë. Gazetar, reporter të luftës, edhe Prishtina, edhe njerëz Prishtinës, të cilët kanë frekuentu gati për çdo ditë. Qashtu që gati u njifshim masi njeni kurse roja si po thot, folin tash para se marrë hanë, tha, jo nis me dalë, 2 qifte. Edhe po i grakere, tha, ku po shkojmë aty që hanë gjithë, tha, po e ndrojmë vendi pak, tha, ju folni që ka do një keri, po shkon të hani. Mik me inercion, kanë ardhë, e kështu që i ka pas shumë, nëse ekspozita deri para luftës, që më konë gati 100 ekspozita. Mas luftës, rritje 2 fish gati numri. Ka pas promovimit librave, poezive. Mandej ka pas edhe takime diplomatike me qata njerës para luftës për foli edhe mas luftës. Për shembull, në viteve para luftës, ministresha e punëve të jashtme kon Edita Tahiri. Edhe një rast është thotë edhe ka thotë, shtylla e diplomacisë Kosovës ka qenë Hani Dy Roberta. Për krejt takimet jo majtë. Gati krejt, s'po thom krejt, po dikun 80% jo majtë takimet e në hanë. Aty kam frekuentu Chris Hill, Nick Hill, krejt që ta divo Gjemi Shijak, Vanessa Redgrave, Liv Ullman, mos foli krejt shumica e njerëzit që kanë qenë të angazhuar për ndihmën e Kosovës edhe për humanitar kanë qenë handasi. Mandej e majtë mësimet që të regova, Faruku, Istrefi, Enveri, Petrovci, ta kanë pasë ndoshta gjysën e ligjerata mi kanë majtë handë edhe studentat kishin qenë planë se kur vishin kanë aty nxehtë gjithë ka qenë edhe e kanë pas kanë i pia në kafe, kështu ma mirë kaloshin se sa në podru me ftopta. Kjo është përgjegjësi goxha e madhe edhe nuk e di juve bashkë me Meritën, a e keni pasur këtë ndërgjegjësimin, këtë vetëdijsimin që çfarë kontributit madh që po jepni në ato kohë? Po ka shumë risk edhe kena ditas. Zakonisht Merita u marrë me që në punë, sidomos me të hullë që folë ma mirë anglisht, po edhe ma e qetë është, unë e kom pas, atërë kom pas edhe dhëmë të prishta, pak edhe faca e me konë pak ma e rronë, kështu që rrollë kush vikit une edhe me folë për naj organizim ose naj kontakt, se ju do kësha në njeri i rezik, shumë kur veç që na e pronar, thash jo, në jo bashkë pronar, që pronari është atjem. Kështu që Merita barën ma të madhe ka pas me komunikim me njerës. Na dy me shumë vedije e kena bo që ta. E kena ditë të në konë që na risk, na ndërkohë kena pas një 3-4 sulme, cila tash me i cekë është bajeg i kohë me i shpigu. Ndoshta e veçan një Po, s'po di që kësha me veçu pas asaj plagosit që u konë, ka qenë edhe njerë kur i kanë thyjt gjamat, ose kur e kena pas salonin e karikaturës, aty janë konë dikun 70 punime, dhe gjithë cila për tyne u konë një porosi kundër qati regjimit, kundër kohës që u konë Miloševiqi të pi gjak me Karadžićin, u konë Karadžići me flokë si zjarë, u konë Kosova Republik, se shumë vonë e kom lyp një par bujari,
Ka bashi 20 vjetë e kum lyp, s'kom ditë ku shoh e vike te une kohë fundit, edhe për njerë, mos një 4-5 ditë, po më thotë e kom pas edhe une një ekspozitë e kom pas një punim për salonin e karikaturës. Për qëllën punim e ki pas, do shta më kujtohet, po ko një Kosovare, po a ti e qaj bujari që 20 vjetë për t'lypi. Edhe mu më baten marë policia, me rritën firi, tha museja, tha se po t'lypin. Tha s'kom qalë, s'kom ku me ikë. Edhe me patë dhonë atër, po unë si kom majtë kur heq, asi 8 vjetë burge kom pas, për shkak që saj. Për shkak të karikaturës. Me plot shumë vedishëm jena konë, më kujtohen edhe do njerëz, do gazetar t'ujtë, më thëshin merite se dhe mu merë një thminë edhe ikni. Njeni prej tyne që është një fa Dejan Anastasievic, e kom pas mik të mirë, edhe unë edhe merita, edhe shumë njerëz me që ka pas atin. Ajë babat bo njerë mere grune thminë, edhe ikë se këtu ko me rjedhë gjak dengu. Lutën edhe nisi me kajtë. Se aje ka përjetu luftën edhe Bosnë edhe kësu e ka ditë. Po që si shabuj ka pas mjaft një gazetare amerikane njëjtë nga ka thonë, aje ka përjetu me Arkane. është një gazetar i fanë shumë, si a di, kur si a moj men, Enrik ka pas, emrin Enrik po. Edhe ajna ka thonë, tha, ti ju se dini që shkum përjetu në Bosnë edhe asi merë një thmi, ajo është disident i parë, edhe aj ka shu për, kur ordzu muri Berlinit, që atër ka shu për, edhe për varezat e Raovecit ka shkru, edhe të parin e kanë deportu prej Kosovës, prej Hanët e kanë deportu. Po ajo këthy, nga të regu që rrujën i paradere si kini 2 folje në anglisht, tha, 2 grab, po ato krejt kush hin e kush del raportojnë. Qa që kam rime në thonë edhe kanë deportu. Kështu që me jena konë shumë vedishëm që po pojnë. Po nuk shkum, asi deri sa na gjyten asi, gjyten mu, une kalovat e një kafeteri tjetër, për balë që aty, edhe aty është Adriana, ka qenë në tavolinë bashkë, Emir Petrovci, une edhe Mensuri ka qenë aty në kafeteri, edhe Lutolli e vajza, atër na gjyten asi. Du me cikë edhe qëtu në isen, kur në kanë gjut, se u shkepën kritiken, kur e kom pa Adrianin në ajo, veç e kish kryja, si kritikën unë e me ta vete dhe dolla para Hanit, unë e rrethësha shumë gjak, e kom mongër një 6-7 pluma, haloj kom një 20 gjellera mrena, nese, e rishan, edhe ma janë nise me mu marrë met. Për balli kom pas një 20-30 policë. Edhe unë bukvalisht kom këqyna për kere, për me nalën e kere me më që në spital. Nuk unë ake kush, për njerë, po vjen për balë, po vjen dikush edhe kish edhe altin dorë edhe, po vjen drejta unë. Une e njofta, e kom pas kujshin, thash pse erdhe, thasha me kry, thash se s'po mund është me këqyrë që po asi, edhe ja ka për dore. E për më banë, tha, shama sërbisht, për më banë asi, shama unë kom ardhë me të një mu, tha, shumë shtire kom pas mu da për e qëta ti grupi dhe pishet 3-4 vest, po e disha që jo shumë djali mirë edhe e njefsha ma here se kom pas edhe kujshin, e shoha, tha, e nalja e kerin, dullë, midis rrugë, unë nalë në kerë, edhe a im ka qënë në spital. A ishte... Zoran Radović që ka emrin, ne e thishim qubë. A im ka qënë në spital, im ka qënë dejtë e dhoma, aty kanë dalë me njërë 3 policë, pse kjo orë, tha, ko pru një këshin një mikë, a i tha, as ke pas punë më të meqme e shajti. Kuj e nëzur altini e shtini në barkët. Edhe i tha, dilë prej këtujt, se s'po dim me konë kipu, se qëta është në vrajnë. Edhe ata e në lërgu, a i ka nejtë diri sa, i në ndhomja nisin me bu operacion, unë e spranova diri, e thash thire Meriten. A i ka thirë Meriten me telefon, ka thonë që jem në spital, Merita erë, që atër i kum liu më kanë bu operacion, sa detalje ka zova shumë shpejt, po është bashkë në gjarë e rondasi. Po du me thonë që
qatë pak që ai Zorani kur se harroj. Mandej ka ardhur mas 10 vjetëve, Prishtinë e kishë një farë pune këtu për ase edhe po më thirrni një shok i tina, prap një mik i tina shqiptar, tha, është këtu Zorani po ka qef me të pa, munet me ardhë në hanë, tha se shqyri me zërë, edhe mandej pas e më folë. Edhe më tregoj ke mas të detaljet, se unë jam konë pa, po i kom një vidi shumë, po e maj merë si, po jo krejt. Dhe kështu që si harroj kuresh. Sa e më ka pështu, mos kishar dhe me më qunë në spital, unë veç që më konë gati, s'te rjedha një liter e gjithë gjak, se s'ma nalë ke kërkush kjere, në më se është koha që ju konë qyteti i shprast, krejt. Po më vjen keq. Senet mira aty. Po më vjen keq që i hapëm Po, jo. po ideja edhe këtyre serive të rrëfimeve që i bëjmë është që disit mundohemi që të edhe brezin e ri ta vedisojmë edhe të njohin me ngjarje edhe të rënda të luftës. Sa është ky tregim i vogël me krahasim me ekspozitën këtu. Kështu që ka sene edhe më të rënda. Ajo është gjithmonë ndoshta dikujt i shërben, por ndoshta edhe nuk është mirë që të krahasojmë, sepse edhe përjetimet janë gjithmonë personale, edhe kushdo ato që ka përjetuar ajo është e rëndë. Çka po them se ky tregim jam është i vogël me krahasim me këto që po shifet në të majtë. Gjithkush e ka një përjetim, po njerëz unë jam në parim që duhet të sende me anis me i mendu ndryshe. S'bën me i haru, kur s'bën me i haru. Amo s'bën edhe të ankohen me i potencu. Tash, dy atribute që unë si vlerësoj mas lufte, sidomos, atributin patriot edhe atributin shpion. Ato s'vlerë. To e kom para luftës, që ki qenë trim ki mujtë atër me qenë edhe patriot edhe trim. Ti rrase patriot jetë për ton jetën. Po do patriotat që si të sodit që kanë lexu do pralla, e se në përroda kanë një dishka edhe folin, edhe përshijet që jo krejt, bosh edhe fejk, ata s'është okej. Se s'bën edhe njerëz ka shumë story, ka shumë sene që nuk bën me, unë e prapë thom nuk bën me i haru, po nuk bën me i haru në dy anë. Unë që Zorani s'mu me i haru, pse me i haru? Pse mos me e thonë? Pse ata shdu në mu shtihune, mos me thonë që Zorani më kanë qënë spital? Po, Zorani më kanë qënë spital. Tash po du me thonë që u kom shumë shtirë, unë i pa ta thonë, tash unë, do shta unë isha matë me dalë prej grupit 20 vetëve, edhe me dalë krena edhe me të marë ty. Vraf që shtu i kom thonë. Do shta unë s'kisha mu që shtu si ti. Saj nuk u konë policas, nuk u konë paramilitar, e u konë rezervist. Atin si s'ka pas qare pa, dhe s'dija i ka pas uniformën, ajo s'më kujtohet. Që shumë. Faleminderit që edhe ndave këtë rrëfim dhe gjatë të rëndë. Para se ta hapim për pyetjet nga publiku, ndoshta edhe një pyetje e fundit që lidhet ndoshta edhe më shumë si një porosi për pak e përmendët që s'bën më harru, po ndoshta edhe për brezin e ri, cila do ishte një mënyrë më e mirë për të përballur me të kaluarën edhe pa shkuar në këto klishet ose te patriotizmi ose nacionalizmi i tepërt. Që është që pak pare e thash, pse s'bën me shëndru krejt punë në dashri? Po. Na e na njerëz, punë edhe tokën e marrë si tokë që është e përbashkët. Edhe këto që i kanë dalë, kjo është e jemja, kjo është e jotja, ajo është e tokës, është e Zotit edhe e njerëzve. Nuk ka një ligj universal se për 2 minuta ishin hub krejt mezjet e botës, se toka i përket gjithësillit.
po e kanë rrethiku. Ta janë krejt zaptus, krejt që ta njerëzimi, ku do që janë, si të rrethikon vetë, ajo zaptus i tokës, që toka është e përbashkët. Në qatë gërshetim njerëzimit, pse mos me kalu mirë, mos me haru të këqijat, mos me haru, po edhe mu me disu që brenga e të kalumes me të majt, edhe ti me jetu me qatë ndjenë që i veç ka keq, edhe s'ka kur gjë mirë në dritë, asi, fyt. Por mu ne jemi mendimi shumë thjesht me thjeshtu, e kalumi e ka kalu, prapë zbon me haru. Ta ardhme në zdim që ako me në gjithë. Hajde pak në qëtë kohë, sa t'jena gjithkush për veti gjallë, du t'jetojmë pak mirë. Ne t'keshim rënë, që mora me dashtë. Jo veç mu dashunu, një mashkull femën, po me dashtë edhe një shok e ndanën e shokun e babën e mizën e... Pse mos mu dashtë me zveti, pse mos me fut qatë pare mosim. Po s'gjitë brimit për i sharë, si po më përqenë që e liva dhe aty. Edhe gjullet. Edhe ndoshta kthehemi edhe te ideja e çfarë është komunizmi edhe komuniteti edhe kjo është kështu edhe si me thënë mendimi im i personal edhe çfarë ka bërë Hani në vite është ajo që ka kriju një komunitet edhe një bashkësi edhe një hapësirë ku të duhemi edhe ku t'jemi me njëri tjetrin. Po bashkë ashtu është edhe shumë njerëz ku do që shkojnë shumë shpesh ku ndru vende me bo si dallandysha, adin. Edhe kur e Sa vende i ka ndru Hanës edhe kjo është 13 është. 13. Edhe kur për thom me nëzit gjeta, unë e me nere di kur thom kum ki lyp, e di sa kohë s'ka tentu me orë në hanë. Njëri më thot të santeja, o thash e vanu 15 vjetë. Po. Njëri të pallati. E kështu që jo shumë letë me gjetë hanin e lyp. Janë tunel, si në Kuriz, janë podrum, si janë ai qërsokak edhe letë është me gjetë. Hala s'kam do në si përfaqë. Shumë faleminderit Fadil edhe Merita që është në publik. Ndoshta mund ta hapim për pyetje nga publiku. Atëherë, përshëndetje, unë jam Anjeza Sahiti, jam studente në Fakultetin Filozofik në Departamentin Punë Sociale në vitin e dytë. Prej një pyetje që dashta me bë, për krejt këtyne që tregove, krejt vështirësi që i ke pas për me ardhur deri në këtë ditë ku je, me punë, me krejt, kisha pas qef nashta nëse mundesh me na nda 2-3 kujtime më të bukura, mi cek. Gjatë krejt kësaj, se i cek e vështirësi, të krejt këto lutë. 3. Kujtimi më i mirë është asi 89 kur e kom hap hanin, edhe kom njoftu me Ritën edhe për 11 ditë e kom martuas. Për dytën duna me mendu, ose kur e më kthy prej luftës edhe mas lufte, edhe me ndjenë që e kom ditë që kom e qenë shumë shtirë, po hapja e dytë, edhe kur e më ledh njerës njajt, gati 80% njerës njajt para luftës. Edhe mas luftës që ta njerës mas luftës, kur u bori hapja e hanit njajtin vend, edhe ju më gëgju me ata njerës që pos Adrianës nuk kom hup nej, jo musafir, po kreti kom pas list. Nuk o hup as njone, pra nuk o sa e di une, nuk është vra, daja ka nongër shumë asin ha. E treta është që më zonë fakti që une hala muj me punu, kjo s'fundit është që para një vjetë të e ndërtu hanin e fundit është që e kemë, vjen një miki jemi, edhe moshatari jemi, edhe vetë që ne më thonë, o, so mirë, po, asi, po, mikë, se ka pas me të keq, po, keq, tha, ku gjete fort, thash, hala për të më dorëzosh. Thash, one, as njetë se kom mu dorëzu, ka kap adoleshenca e vonshme, unë po janë i që thash, e ti shoki jem, thash, graj shoj mu se që të barkun edhe i tabdjevën e një shtak, edhe ti e përfundu. Nuk u kona i farë gëzimi i madha si, po gëzimi që jo ma la me vullnet, me meritën, se meritën pak po e përmendi, po ajo është background asi. Unë jam gjithë second
Honor. Se është e mërshme, veç me mu së është për problema. Zdja ja qilova asi. Atëherë përshëndetje, unë jam Samira Adulaj, studente në Departamentin e Punës Sociale. Pyetja ime për ty është se çfarë sheh për perspektiven që e ofrove sot me ne, edhe çka kishe bo diçka ma ndryshe? Po ambicia jeme është shtu me punë, dikun dhe ka rreth 100 me ngrit hanin si galeri, po s'po thom që në lubër, po pak, mas lubrit me qenë një dyti. Perspektiva trit. Për trit është asi, jo veç për trit, po për krejt, arti s'ka kufi, edhe që ashtu duhet me marë. Trit edhe pak kjo gjenerata jeme edhe pak ma poshtë edhe pak ma nalt, nuk janë bashkë asi sinkronizum, janë asinkron, po në esencë është një eksperienca ju që unë duni me përcjellë edhe me bo, me vazhdu se vak shumë të keq ata që ndërzu. Atëherë, unë s'po thomë hani, po hapsina para luftës ka që ndoshta 1-2, edhe majtë 100 ekspozita, edhe me kushte shumë shtira. Tash keni asi, është gjënu hapsina, tash besoj që hala zhvillot edhe hapen galeri tjera, e hapen, s'po thëmë lokale, po qendrat tjera komuni me asi, por mu është një guxim për me i hi një pune kur edhe nuk ki exit, nuk ki dalje, duhet me hullumtu, duhet me lyp, nuk vjen dhe atë. E unë e përsho të rita si shumë, ta shumë si kërkush të lexon libra. Unë nuk muj me përjetu një roman, të e këshirë një film, bo skenarit filmit, se ato e ka bo regjisori, se kum përjetu une. Pa e marrë erë pak letres, nuk është për një menë. A kur të këshirë një film, ose sidomos që tash në telefon ti e lexon veç rezimen e një filmi ose librit që duhesh me lexu 5 dit, ose një filmi 2 orë, edhe ti e gjen poetën e filmit e thu e kom lexu e di çka po bëhet aty. Po ja jap edhe një shembull, kjo i bjen aty qysh i bjen. Me kom pas një mik, ai më tregon për një mik të vetin. Hajde po shkojmë me këshill futball. Tha se unë një lojë fort, hajde po këshillu futball. Tha jo mëre s'po du me këshill e ko pa futbollën me para një 20 vjetë, që ko me këshill prapë. Edhe kjo i bjen që shtu zdi sa më kuptove, pra futbollin s'po do me këshill qatë ndeshje, po me këshill futbollin si fenomen. E kom pa para 20 vjetë dhe njerë futbollin, edhe s'kom qa me këshill tash prapë për zyti, e di unë qka o futbollin. Që shtu e kisha përfundu, ndoshta me futboll fort, zdi me lutë futbollin që basketball kom. Okej, ndërsa nëse kemi mbaruar edhe me pyetjet, ju falenderoj shumë të gjithëve, në veçanti Fadilin. Faleminderit edhe për juve.